kur fëmijët kanë qenë çik më të vegjël, nuk kuptonin shumë, edhe sigurisht që ti ndihesh në faj çdo moment. Edhe ishte një çik më lehtë ndoshta që ta anashkaloje këtë pjesë. Të mungon dashuria, të mungon pjesa që nuk je me to. Mu tani më kërkojnë llogari. Gocat po shkojnë 8, janë 7:30, çuni 5:30, pse erdha me vonesë? Ku isha? Këtë takove, kur do vish, pse nxore këtë Facebooku më thanë që po bënin petulla bashk. Se i kishte thënë zysha që sa mirë bëshit petullat, i kishin thënë dy shoqe. S'kan qef me dal. Nuk kanë qef, i ka mësu babi, me thënë drejtën, se ne babin e kemi shumë privat. Influencu nga babi. Babin e kemi shumë privat. Është ndjenjë faj që nuk ikën asnjëherë. E di. Kalon koha. Po komunikon shpesh me fëmijët, ulesh. Ne ndoshta biseda serioze apo s'ka ardha akoma moshë. Kemi filluar të bëjmë biseda serioze. Kemi filluar që të bisedojmë ato për shumë gjëra. Komportimi shoqëri. Kemi pas bisedë për lekun, kemi pas bisedë për vlerën e paras, se për shembull kërkojnë që ti blesh du këtë, dua të, që ti kuptosh që neve punojmë, që lekët nuk dalin vetë nga bankomati. Se për shembull kur them unë s'kam lek me vete për shembull të blej diçka ose nuk duhet t'i blejmë se nuk kam lek, shko atje se dalin nga bankomati. Nuk kanë para ca kohësh. Dhe i shpjeguam se si dalin lekët nga bankomati. Është gjë mirë fakti japësh një drejtim logjik edhe për vlerën e paras, për ndonjëherë edhe për komente ndaj të tjerëve, për celularin, për televizorin, për familjen, për shumë gjëra, po si biseda fëmijësh, se sigurisht që nuk janë të rritur.